Seanca e 3 gushtit do të përmbyllet me konstituimin e kuvendit. Për këtë janë të bindur përfaqësues të koalicionit PDK-AK-Nisma. Kjo çështja e krijimit të kuvendit është çështje formale. Është përcaktuar rregulloria, e përcakton ligji. Bili kemi edhe mendim gjykatës kushtetuese dhe kjo nuk jep shumë hapësirë, si më thonë, të krijimit të vullneteve politike. Është e qartë, koalicioni ose partia që dele para ka të drejtën e nominimit, jo vetëm nominimit, por të zgjedhjes së kryetarit të Parlamentit të Kosovës. Si hapi parë që hapë rrugë pastaj konstituimin e qeverisë, nuk shoh në këtu asnjë problem, nuk do të ishte asnjë problem, sikur që s'ka pasur të kaluarën. I bindur se i ka numrat dhe se seanca e 3 gushtit do të sjellë zgjidhje është edhe përfaqësuesi i AK-s, Pal Lekaj. Kur flasim për numrin e bollshëm deputetëve, të mjaftueshëm, ne themi që përmbush ligjin e Kosovës që kemi 50 plus 1, që do më thonë 50% plus 1 deputet, që janë të mjaftueshëm për krijimin e qeverisë të Kosovës dhe për konstituimin e kuvendit. Dhe në këtë mënyrë unë mendoj që kur jemi të bazuar në diçka dhe nuk flasim vetëm fjalë boshe, por i kemi argumentet. Kreu i Nismës Fatmir Limaj nuk e përjashton mundësinë që po atë ditë kur votohet kryetari i kuvendit dhe nënkryetarët të vazhdohet edhe me formimin e qeverisë. Ka gjasa ta shohim, ne jemi duke punuar. Kjo çështje pak edhe skenarit, është pak çështje edhe të agjendës së koalicionit. Do të shohim si zhvillime, besoj me kohë do të njoftohej me koha, do të ketë atë ditë apo një ditë tjetër, po si me thënë mundësit janë të opcion të hapëra, sepse në Kosovë ka ndodhur, si që dini. Nuk është hera parë edhe nëse ndodh. Unë jam dëshmitari 2 apo 3 rasteve kur qeverinë e kemi krijuar ose kemi votuar në ditën e konstituimit të Parlamentit të Kosovës. Por ndryshe mendon Pal Lekaj, nuk beson se në seancën e 3 gushtit do të votohet për formim të qeverisë, por është i bindur se Haradinaj do të jetë kryeministër dhe siç thot nuk do të bëj kompromise me listën serbe në këmbim të votës. T'jeni të bindur që duke njohur kryeministrin e Kosovës zotin Haradinaj që do të zgjidhet 100%, ne mendojmë që ai ka treguar edhe në kohë më të vështira që nuk ban kompromise dhimbshëm në disfavor të Kosovës, por që është njëri që ka luftuar dhe punon për të mirën e vendit dhe për trajtimin e barabartë gjithë qytetarëve. Dhe në këtë prizmë, unë them që zoti Haradinaj do t'ju jep atë që duhet për me dhonë që e kanë me ligjet e Kosovës, me kushtetutën e Kosovës dhe asgjë më shumë. Ndërkohë, Limaj nuk tregoi se a do të mbaj post ekzekutiv apo do të mbetet deputet. Tha se deri të enjten të gjithë do të jenë deputet dhe se nuk e kanë diskutuar ende ndarjen e posteve ministrore. Ndërkohë, administrata e kuvendit bën të ditur se tashmë janë ftuar të gjithë deputetët e legjislaturës së 6 që të marrin pjesë në seancën konstituive të 3 gushtit. Seanca do të fillojë në orën 10 dhe pas formimit të komisionit të përkohshëm për verifikimin e korumit dhe mandateve të deputetëve, dhënies së betimit do të votohet për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit.